Gruaja ime ndjek një teologe që ka mbaruar në Turqi. Dhe ajo i ka thënë se është një ajet në surën El-Bekare për gratë të cilat kalojnë menopauzën, se nuk janë të obliguara të vendosin shamin. Mashtruese me patent. Kjo quhet mashtruese me patent. Edhe pse i thot vetes teologe, edhe pse thot ka mbaruar në Turqi, mashtron, është mashtruese. Nuk ka ajet të tillë në surën El-Bekare dhe nuk ka ajet të tillë në Kur'an. Ka ajet për gratë plaka që i kanë humbur shpresat. Nuk janë të obliguar të veshin mantelin, atë gjyben femërore që vesh femra muslimane mbi rrobat e saj. Se rroba e femrës muslimane nuk është me xhaket apo me fund apo me këmishë të bardhë dhe me fund poshtë apo me pantallona me tentela poshtë. Femra muslimane çdo gjë mund ta veshë poshtë dhe sipër saj vesh diçka që mbulon gjithçka. Plakat që kanë humbur shpresat, domethënë me kuptimin e një jete të re bashkëshortore, lejohet që këtë gjë në sipër mos ta veshin. Lejohet. Ka tolerancë, po jo që të heqin hijabin, siç thot